Ky i moshuar ka ardhur në zyrën për ndihmë juridike në Gjakov sepse po thotë se këtu më shpejt dhe më mirë po ja kryen punët. Ai që nga pas lufta ka mbetur pas trembi kokë dhe kohët e fundit komuna ja ka paguar qiran për banim. Unë që 16 vjet jam rruga ose ka që qysën në kohën e luftës. Unë herë po panojnë pej, herë Gjakov, shtëpia mu kanë kallë shki, 2 tje mu kanë mytë rafshesh. E kom prom ato dokumentat në gjogj, 6 muaj ditë, 7 muaj ditë, gjogji nuk më kanë dalë, ato dokumentat, kur më kanë dalë dokumentat më kanë po gabimisht. Edhe faleminderit shumë si po mep një ndihem që shto, a unë s'ku morë kur pra ndihme hiqe, kom pas, tash a kam drejt, as kam drejt, për bëndjen djemve. Asa në dyjen zotë të dhanë se më ka, asë më ka dhanë sociali, asë më ka dhanë kryshikosh, komunja mi ka pagu 6 muaj, po, faleminderit për që të banes, tash ka ju barë me shtimi edhe 6 muaj tjera. Zyra për ndihmë juridike ka 5 vjet që operon në Gjakov dhe këtu merren me çështje të ndryshme juridike. Zakonisht, rastet cilat vinë tek ne janë rastet të cilat marrin ndihmë sociale, do të thonë raste sociale, cilat i përmbushin edhe kriteret sipas ligjit mbi ndihmën juridike falas. Kryesisht kemi të bëjmë me rastet të cilat ndërpriten ndihmat sociale ose pensionet për personat me aftësi të kufizuar. Në njëjtën kohë kemi edhe raste civile që kanë të bëjmë me fushën familjare që janë shkurzimet me marrëveshje ose edhe ato pa marrëveshje përmes padisë. Këto janë kryesisht cilat, por në njëjtën kohë kemi edhe raste tjera me civile që kanë të bëjmë me fushën e vërtetimeve të pronësisë ose çështjeve të pronësisë, trashëgimisë edhe çështje tjera. Ne mundohemi që rastet e referuara të gjejnë zgjidhje, shtoi Dobruna. Zakonisht janë të vështira me pa arritshmërinë ose suksesin e rasteve tona. Mirë po, përderisa rastet vazhdojnë të vinë, edhe me vite të tëra ka raste të cilat trajtohen prej anës apo prej zyres tonë, atëherë mendojmë që ka raste të cilat janë trajtuar mirë edhe kanë vazhduar me kërku drejtat e veta. Përndryshe, në zyrën rajonale për ndihmë juridike falas në Gjakov, në mënyrë të drejtë për drejtë, çdo qytetari me gjendje të vështirë materiale që i plotëson kriteret e përcaktuara në ligjin për ndihmë juridike falas, i ofrohet ndihma juridike në lëmin civile, administrative, penale dhe kundërvajtjes çdo qytetari të Republikës së Kosovës.